Avokati i Popullit së Bashku me minoritetet në Shqipëri do të krijojë një grup të përbashkët pune, detyra e të cilit do të jetë përgatitja e një raporti të posaçëm për statusin dhe të drejtat e minoriteteve në Shqipëri, raport i cili do t'i paraqitet Parlamentit dhe qeverisë së re. Këtë e vendosën përfaqësuesit e minoriteteve në Shqipëri në takimin me avokatin e Popullit Igli Totozani në kuadër të Akademisë së Pesditorit të Minoriteteve që u organizua nga Grupi Shqiptar i të Drejtave të Njeriut në Voskopoj. Avokati i Popullit Igli Totozani ka vlerësuar punën e kryer deri tani nga minoritetet e duke quajtur veten si avokati i minoriteteve, ka shprehur njerësh edhe mbështetjen e tij për të njohur e respektuar të drejtat e tyre. Dhe në të vërtet puna juaj e përditshme në rritjen e standardeve, në promovimin e drejtave të komuniteteve që ju përfaqësoni, është një punë përpjekjesh, lobimi, advokacie, nga njëherë kontrasti, nuk them konflikti, por kontrasti me institucionet shtetërore, sepse të drejtat jo gjithmonë vijnë vetë dhe fitohen. Pra ka gjithmonë një përpjekje të vazhdueshme që standardet të rriten, që një grup i caktuar të gëzojë statusin e minoritetit, pra të gëzojë ato lloj të drejtash që takojnë me këtë status. Unë jam e quaj veten pak a shumë për këto 5 vjet avokat i minoriteteve dhe i grupeve vulnerabël. Nga njerë koincidojnë bashkë, sepse mendoj që në një shoqëri të tillë, e cila sapo ka kaluar një situatë traumatike, diktatoriale dhe ka pak vite që është në një tranzicion, i cili po zgjat fatkeq, është e rëndësishme ose pjesët që vuajnë më shumë janë pikërisht minoritetet. Ata janë grupet të cilat ende nuk e gjejnë vendin e tyre. Por është gjithashtu e nevojshme dhe është një sfidë e madhe për institucionin ton që t'i shpjegoj pjesës tjetër të shoqërisë që mungesa e qetësisë, pra ne duhet të punojmë së bashku për një shoqëri që të mos ketë tensione. Është e vështirë të arrihet ky objektiv, por kjo duhet të jetë qëllimi ynë. Dhe një shoqëri që s'ka tensione normalisht është një shoqëri ku të drejtat dhe standardet ju jepen, ju njihen, ju respektohen dhe ju përmirësohen gjithmonë të gjitha grupeve dhe të gjithë individëve të saj shoqërie. Pas takimit me avokatin e Popullit është shprehur lidhur me dakordësinë për ngritjen e një grupi të përbashkët pune, përfaqësuesi i minoritetit të Maqedonas Vasil Steriovski. Konkretisht ne ram dakord me avokatin e Popullit që mbas kësaj akademie të ngrem një grup pune me përfaqësues nga gjithë minoritetet dhe të bëjmë dhe konkretisht të bëjmë një raport për respektimin e drejtave të minoriteteve dhe këtë raport të dorëzohet që me formimin e qeverisë së re në shtator, të dorëzohet kryeministit të ardhshëm, sepse respektimi i drejtave të minoriteteve është një nga rekomandimet kyçe që Bashkimi Evropian i ka bërë Shqipërisë për marrjen e statusit të vendit kandidat. Pra nga ato 12 rekomandime që Bashkimi Evropian i ka dhënë Shqipërisë për marrjen e statusit kandidat, është edhe rekomandimi 11 që është respektimi i drejtave të minoriteteve. Në Shqipëria to 11 rekomandime i ka zgjidhur, po rekomandimi i 11 konkret që është për minoritetet nuk ka bërë asnjë hap këto vite, përkundrazi ka bërë hapa mbrapsht që duke shkelur edhe më tej të drejtat e minoriteteve, siç ishte edhe censusi, siç ishte edhe heqja e kombësisë nga certifikatat. Pra ne kemi rënë dakord si minoritetet mbas kësaj akademie së bashku me avokatin e Popullit të hartojmë një raport për të si është situata e minoriteteve sot në Shqipëri dhe çfarë duhet bërë. Dhe ne me këtë raport dërgojmë tek kryeministi i ardhshëm dhe qeveria e ardhshme që do krijohet në shtator dhe me këtë ne duam të ndihmojmë Shqipërinë që të marrë status si kandidat në dhjetor, sepse edhe ne, siç thash, jemi qytetar lojal të këtij shteti dhe jemi interesuar për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kërkesat kryesore të minoriteteve janë njohja e të gjithë minoriteteve, përgatitja dhe miratimi një ligji mbi minoritetet në nënshkrimi i Kartës Europiane për gjuhët rajonale ose minoritare, arsim në gjuhën anëtare për minoritetet, mbështetje financiare për aktivitete të ndryshme të minoriteteve, ndryshimin e kotit zgjedhor ku do të jetë garantuar përfaqësimi në Parlamentin e minoriteteve me vende të garantuara e tjerë.